Me të hyrë në klas, atmosfera ndryshon menjëherë. Tingujt e pianos dhe zërat të fëmijëve mbushin hapësirën me gjallëri dhe energji pozitive. Në mes të tyre, profesori Mevlan Halimi udhëheq me pasion, sikur muzika të ishte gjuha që i bashkon të gjithë. Edhe pse prej 7 vjetësh është pensionuar, ai vazhdon të mbajë aktivitete muzikore në përshkolla dhe qerdhe pas një pagesë. Për të, pensionimi nuk ka qenë fundi i profesionit. Quhem Mevlan Halimi, për ndryshe jam nga Presheva, arsimtari edukatës muzikore. Gjithsejt kam punuar 24 vite në arsim dhe që 7 vite jam në pension. Mirë po, edhe gjatë pensionimit jam angazhuar në disa kopshte apo qerdhe, njëherit edhe në 2 shkolla, shkolla Pavarësia dhe shkolla Iliria, mbaj aktivitetet të lira në baza vullnetare, do me thonë gratis. Kështu që jam shumë i lumtur me këta fëmijë kur mbaj orë muzikore dhe t'ju them të drejtën, nuk lodhem kur ndëgjoj zërat e tyre si të bilbilave, që i patë edhe pak ma parë, që si këndojnë, si vallëzojnë, si kanë gëzim të madh kur unë vi të organizojmë orën muzikore. Dashuria për muzikën e ka shoqëruar për më shumë se 4 dekada. Teksa prek tastet e pianos, fëmijët vallëzojnë pa hezitim. Profesori thotë se teta gjen qetësinë dhe lumturinë më të madhe. Unë kam vazhduar menjëherë thash pas pensionimit dhe aktivitetet të tilla kam filluar të mbaj qysh nga viti 1976. I kam pas orë të rregullta para dite, mandej pas dite kam shku te cikli urtë, se me fëmijët e vegjël njeriu po është pak më i relaksum, më i ndishëm, më i emocionum. Kështu që shumë e ndi veten të lumtur që punoj me këta fëmijë në për shkolla, në për qerdhe, për ndryshe mire dhe me aktivitete tjera muzikore, sidomos me orkestrë popullore, e që kemi tash një koncert në Prishtinë. Gjatë këndimit, apo gjatë vallëzimit, se edhe vallëzojmë edhe këndrojmë, mirë po e vrej se të këta ndihet një relaks i madh, një disponim shumë i mirë. Dhe pritja e tyre dhe përcjellja ime nga këta fëmijë është shumë e veçantë. Unë kënaqem kur dal dhe më përshëndesin me dua trokitje apo me metoda tjera. Për Mevlan Halimin, çdo fëmijë ka talentin e vet. Ai thotë se prindërit duhet ta vrejnë në kohë dhe ta mbështesin atë që në moshë të hershme. Përvoja më ka mësuar se në familjen time të gjithë janë muzikanta. Kam 2 profesorat muzikës, të cilët janë filharmoni dhe në ushtrinë e Kosovës, në FSK, 2 djemë, dhe kam një propozim që talentat e fëmijëve në çdo lami, pa marrë parasysh muzika, sport, të zbulohen në këtë moshë. Jo në moshën 10 vjeçare, 12 vjeçare, se ai po kalon në pavarësinë e vet mandej. A kështu kur i ndihmon fëmijës, secili prind e din që fëmia i vet e ka një talent dhe duhet me i dhënë mundësi që të vazhdoj shkollimin apo të qëndrojë në atë kuptimin e vendosjes së profesionit të ardhshëm për jetën në vazhdim. Puna vullnetare e profesorit Mevlan vlerësohet edhe nga stafi i kopshtit botanika. Edukatorja Fleta Boshnjaku thotë se prania e tij po sjell gëzim të fëmijët. Punoj në grup moshën 5-6 vjeçare me grupin yjet.
Dihet që edukimi muzikor është mjaft i rëndësishëm, sidomos në kopshtin tonë, mirë po ka një zhvillim të gjithanshëm edhe tek fëmijët e tjerë, për shkak se kontribon në zhvillimin social, emocional, kognitiv edhe gjuhësor. Siç e patë edhe sot, fëmijët kënaqen shumë me profesorin Mevlan. Profesori Mevlan vjen një herë në javë në kopshtin tonë, organizojmë aktivitete të ndryshme, qoftë muzikore, valle, përmes këtyre mësojnë edhe koordinimin, ritmet e shumë gjërat e tjera. Përveç kësaj, profesori Mevlan, përveç që është një pensionist, po vazhdon të jep kontributin e vazhdueshëm dhe kjo tregon që me pensionim nuk ndalet kontributi dhe pasqyron edhe tek brezat e reja. Ne si staf edhe si kopsht jemi mjaft falendërues ndaj profesorit Mevlan, për shkak se po vazhdon me dhon kontributi në mënyrë vullnetare. Kështu që na falenderojmë çdo ditë më shumë edhe profesori Mevlan është ai i cili gjithmonë na vjen me ide të reja dhe me performanca të reja, duke përfshirë edhe instrumente ndryshme. Edhe fëmijët janë shumë të kënaqur për orët muzikore dhe praninë e profesorit. Ata kanë treguar se çka ju pëlqen më shumë gjatë këtyre orëve. Këndojna edhe vallëzojna. Të vallëzu, të këndu dhe të kënaq. Çka të pëlqen më shumë ti? Me vallëzu. Më pëlqen me vallëzu. Në bojë, më pëlqen me këndu. Me tingujt që tash dëgjohen çdo javë në klasë, profesori Mevlan tregon se dashuria për muzikën dhe profesionin nuk njeh pensionim.